Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëplotit. Të nderuar vëllezër dhe motra, vazhdojmë me këshillën e radhës në kuadër të ciklit të këshillave të ndjekim pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam. Sot do të ndjekim pejgamberin alayhi salatu wassalam se si ka qenë ai në periudhën e fundit të muajit të Ramazanit. Në një hadith i dërguar i Zotit, Ramazanin e ka ndarë në 3 pjesë. Ai ka thënë: Ramazani është muaj, fillimi i të cilit është mëshirë, mesi i të cilit është falje nga gjunahet dhe fundi i të cilit është shpëtim nga zjarri i xhehenemit. Ne i kemi kaluar 2 pjesët e para të Ramazanit të bekuar dhe tash po hym në pjesën e fundit, pra në 10 ditëshin e fundit të Ramazanit. Padyshim, 10 ditët apo 10 netët e fundit të Ramazanit të bekuar janë një periudhë e veçantë, një periudhë e bekuar, të cilën edhe vetë i dërguari i Zotit e ka veçuar më shumë se sa 2 pjesët e para të këtij muaji. Kemi shumë hadithe që flasin për atë se si ka vepruar pejgamberi alayhi salatu wassalam në lidhje me hyrjen në 10 netët e fundit të Ramazanit. Andaj edhe ne, për ta mësuar se çfarë bënte pejgamberi alayhi salatu wassalam, që ta ndjekim edhe ne në këto 10 netë të fundit të Ramazanit, po e përmendim njërin nga transmetimet që na vjen nga Aisha radiallahu anha, nga bashkëshortja e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Thot Aisha radiallahu anha, sa herë që hynin 10 netët e fundit të Ramazanit, i dërguari i Zotit i jepte jetë natës dhe e zgjonte familjen e tij për adhurim. Çka kuptojmë nga këto fjalë të Aishës radiallahu anha? Kuptojmë që sa herë që fillonin 10 netët e fundit të Ramazanit, i dërguari i Zotit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam çfarë bënte? I jepte jetë natës, që do të thotë e gjallëronte natën. Do të thënë, shumë pak flente nga nata dhe pjesën më të madhe të saj e kalonte në adhurime të shumta të ndryshme ndaj Allahut dhul xhelal. Pastaj i dërguari i Zotit e zgjonte edhe familjen e tij që ta adhurojnë Allahun xhalla xhelaluhu, me qëllim që edhe ata i kapin apo t'i marrin mirësitë, shpërblimet të cilat i jep Allahu xhalla xhelaluhu në këtë pjesë të fundit të Ramazanit të bekuar. Kjo periudhë e fundit të Ramazanit është e veçantë për shkak se brenda saj është edhe nata më e madhe, më e vlefshme të cilën e ka krijuar Allahu xhalla xhelaluhu, dhe ajo është nata e madhe e Kadrit. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam kalonte pjesën më të madhe të kohës së tij duke adhuruar Zotin dhul xhelal me qëllim që ta kapte mirësinë e kësaj nate madhështore. Andaj pejgamberi i Zotit në 10 netët e fundit, 10 ditët e fundit të Ramazanit, hynte në itikaf dhe adhuronte Allahun xhalla xhelaluhu me qëllim që ta gjej dhe ta kap mirësinë e natës së Kadrit. Andaj të nderuar vëllezër dhe motra, edhe ne e falenderojmë Allahun dhul xhelal që na ka mundsuar të arrijmë Ramazanin dhe të arrijmë në këtë pjesë të fundit të Ramazanit, e cila është shumë e veçantë dhe ta kalojmë ashtu siç i takon një besimtari të vërtet ta kalojë këtë pjesë të fundit të Ramazanit. Vërtet është një mundësi e artë dhe është humbje shumë e madhe në qoftë se një musliman, një besimtar arrin në pjesën e fundit të Ramazanit, në këto 10 ditë të fundit, dhe nuk i shfrytëzon për t'u lutur Zotit, për t'i shtuar adhurimet, ibadetet, për t'a shtuar leximin e Kuranit, për t'i shtuar lëmoshat, për t'i shtuar gjitha veprat tjera të mira të cilat mund t'i bëj në këtë pjesë të fundit të Ramazanit. Kjo është praktika e pejgamberit alayhi salatu wassalam, pra ai e veçonte 10-shin e fundit të Ramazanit. Edhe ne që dëshirojmë të ndjekim shembullin e tij, duhet ta veçojmë këtë pjesë dhe ta shfrytëzojmë me qëllim që t'i marrim mirësitë, shpërblimet të cilat Allahu xhalla xhelaluhu i jep në këtë periudhë të Ramazanit për çdo besimtar dhe besimtare që i kërkon ato.